me investu në Kosovë. E para, e dyta, normalisht, ju e dini shumë mirë, ne kemi pas edhe rastet të ndryshme, për shembull në çat periudhë ka qenë një rast ku Austrian Airlines i ka lajmërue gjithë udhëtarët që duhet dalim në rrugë tjetër sepse në Kosovë ka luftë. Domthonë llogaritë çfarë dëmi të madh ka shkaktuar vendit në situatë ose në përmendje e fjalës që do të kemi ose jemi në luftë ose do të kemi luftë me Serbinë. Edhe kjo shkakton jashtëzakonisht të lasha shumë të mëdha për vendin tonë. Me pasoja fatxhate padyshim. Dhe çysh është realisht pra sipas juve Kosova si vend për investime, sidomos nga investitorë të mëdhenj të huaj? Shikares, jo deri na kemi diskutuar edhe me ty në shumë emisione të tjera që kemi qenë pranishëm aty, situata nuk është absolutisht e mirë, sidomos viti 2024 është jashtëzakonisht vetë shumë problematik. Ju dini shumë mirë, sidomos dy vendimet e fundit të nxjerra nga zyra rregullatorit të energjisë, pra rritja e çmimit të energjisë për furnizuesit e rregulluar në këtë rast 16.1% po i shpërfaq pasojat e para. Shihni dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave tregon qartë që kemi rritje të çmimeve, gjithashtu edhe kemi rritje të çmimit të prodhimit të produkteve në Kosovë. E para, e dyta, besoj edhe ju e keni parë në për bisedimet që besoj ose diskutimet që ju keni pasur me biznese, të cilat kanë dalë në treg të hapur që po quhen zërreja treg të hapur ose liberalizim të tregut të energjisë elektrike, që s'ka këtu lidhje fare me liberalizim, po ka shpërfaqe totale të një shkatërrimi të madh që po ndodh bizneseve, faturat e cilëve janë duke shkuar gati në mbi 3 fish ose 4 fish më shtrenjtë se sa për shembull deri në maj që i kanë marrë. Domthonë është një situatë jashtëzakonisht problematike. Pastaj kemi ligjin për pronën publike, për cilën ne kemi diskutuar edhe me ju disa herë, i cili vazhdon edhe sot të mbajë të bllokuar numër të madh të bizneseve, të një numri të shumë të sektorëve për shkak të bllokadave që u ka shkaktuar shumë institucioneve tjera dhe mosgatishmërisë institucionale dhe shfrytëzimit të kësaj periudhe amullie në mungesë të institucioneve për të krijuar bllokada të reja. Kjo normalisht e rrezikon vendin Haris që të shkojë në arbitrazh, por gjithashtu kemi edhe investitorë të jashtëm të cilët janë gati se themi duke mbyllur procesin e tyre në Kosovë për të ikur në vendet e rajonit, sepse nuk po shohin më asnjë zgjidhje dhe asnjë gatishmëri institucionale për të zgjidhur situatën që vetë institucionet e kanë kryer. A i bie kjo që duke ardhur ma vonë, do thot vitet, është ulur mundësia ose qëndrueshmëria e investimeve të huaja për shkak të këtyre politikave që i përmendet, por edhe për shkak të rasteve të tjera që kanë ndikuar sidomos në aspektin e sigurisë? Shiko, aspekti i sigurisë përbën një prej hallkave kryesore të bindjes se një investitori për të ardhur në Kosovë. Na kemi pasur një rast e një mërgjimtarit ton që ka investuar në Gjilan dhe i është dashur muaj të tërë për ta bindur vitin e kaluar një investitor partner të vetin gjerman që të vi në Kosovë për shkak se ai nuk ka pranuar në asnjë mënyrë të vi me arsyetimin se ju jeni në luftë atje, kryeministri ju i po del po flet që ka luftë me Serbinë dhe unë nuk guxoj më ardh atje se themi nuk dua ta humbi jetën në një vend që është luftë, domethënë dash kohë gjatë me bind. Kemi diskutime edhe sot kur plot biznese themi ose partner të ndryshëm që kanë ardhur